të telefonatat do e nisim me Dafinën shumë shpejt. Dafina më thuaj, cili profesion në vlerësot më shumë të në Kosovë? Mendoj profesioni i ndërtimtarisë, Po, fatkeqësisht edhe profesioni i mirëmbajtjes, Mirëmbajtjes, po. Mandej është edhe kjo pozita e kamarierës, mënyra që sillen klienti, pak a është mendon që vrasht. sot, përveç këtyre 4 profesioneve që i kemi zgjedh, mendon që ndoshta në fakt sot gjitha profesionet përqeshen? Nështë ato ma pak, po këto ma shumë. Po? Do të thënë ato ma pak, po edhe kjo pozita e infermierës mendoj që Po? përqeshet shumë. Pse, si çka i quajnë, sepse unë mundova pak a shumë këto profesionet me ju tregu si çka i stigmatizojnë qytetarët, nevet, këto. Ka rastis rastin në spitalin e shtetit, shtetëror, domethënë ÇKK, që i kanë krahasu me mirëmbajtje. Domethënë infermierës ju ka kërku edhe pastrime, diçka që se ka pas për detyrë. Domethënë i kam për buzë. Në fakt e ka një detyrë shumë përgjithshme, Po. kështu me dhënë aneksione zakonisht motrat, po. Edhe paranoma të duar me pastru. Po edhe ne si qytetarë dim pak mi bë dhe kërkesa dhe mendojmë që do të krejt me na nek mi kry. Edhe mas shumë të që përqeshet është kjo profesioni i mirëmbajtjes. Mirë, do